Vlla motër, me të kujtuar në këtë rast të shpëtimin, jetën e përjetshme, ne direkt në këtë rast të shkojmë tek vetëm në ju deklarimi I besimit që ti dhe unë bëmë. Vërtet? Aq? Ajo është vulosja, hyrja në beslidhjen e tij, vlla motër. Hebrejnë të 10 ta thot Haprazi, Efezianët 2, në Efezianët 2 po, në Efezianët 1, në të njëjtin gjë, që mbasi besuam u vulosëm me frymën e shenjtë të premtimit, që ta marrim atë premtim. Po çfarë tha Mesia në Mateu 24? Që duhet të ngulmojmë apo jo? Të ngulmosh në çfarë? Duke ecur në mëkat, vlla motër? Apo do ngulmosh të veçohesh që thamë temën në tradh që thamë që në fillim, të veçohemi apo jo? Të veçohemi. Duke mos ecur në këtë rast në mëkat, veçohesh. Po si do veçohesh? Me anë të urdhërimeve, sepse shkelja e urdhërimeve është mëkati. Vetë Davidi tha, a nuk tha Davidi që kam ruajtur fjalën tënde, kishte fjalën kë fjalë kishte Davidi atje, që akoma nuk ka ardhur Mesia, kishte urdhërimet. Veçimi bëhet me anë të urdhërimeve. Veçimi nuk bëhet me anë të besimit, vlla motër. Besimi të bën të hysh në beslidhjen. Besimi bën të mundur marrjen e atyre premtimeve që ti duhet ta demonstrosh, ta tregosh me anë të ecjes tënde. Po sot dikush deklaron që unë kam besim, masandaj si e dëshmon ato veprat e besimit tënd tinë? E di pse ndodh sot që njerëzit kanë besim dhe ecën në paligjshmëri, sepse është një besim intelektual. Është një besim që deklarohet që është filozofi me pak fjalë. Shumë njerëz mund të thonë unë e dua atin, unë besoj në të. Çfarë praktikojmë sot? Praktikojmë sot, vlla motër.